Një buzëqeshje nuk është vetëm një shprehje e fytyrës, por një pasqyrim i shpirtit. Një fjalë e ëmbël dhe një fytyrë e ndritur mund të jetë çelësi për të hapur zemrat e njerëzve. Profeti alayhis salam ishte njeriu më i mëshirshëm dhe më i butë. Ai nuk e përjashtoi as ata që gabuan, por i afroi me dashuri. Kur dikush sillej ashpër, ai përgjigjej me butësi. Kur dikush e ofendonte, ai e falte dhe kështu ndryshoi botën. Një fjalë e ëmbël, një qëndrim i butë, një buzëqeshje e sinqertë mund të udhëzojë një zemër të humbur, mund të sjellë një shpirt të trazuar drejt paqes. Mos u ngut të gjykosh, mos e largo dikë për gabimin e tij. Ndize një dritë në errësirën e tij, siç bën të urtët e mëdhenj që shndërruan zemra me butësi dhe dashuri. Buzëqeshja jote mund të jetë shkaku që dikush të gjejë paqen shpirtërore. Bëje dhuratë, sepse nuk kushton asgjë, por vlen më shumë se çdo gjë.